Tani shkojmë në Shqipëri, atje ku gjatë natës si rezultati përhapjes së madhe të flagëve në lagjen Avazit të Krujës, është bërë edhe evakuimi i disa banorëve. Disa forca zjarrfikse ato të ushtrisë shqiptare kanë operuar në zonë me qëllim mbajtjen nën kontroll të vatrave të zjarrit. Mëngjesin e së enjtës, një helikopter nisi operacionin nga ajri, duke mundësuar izolimin e vatrave të zjarrit. Edhe në Dajt, pranë fabrikës së ujit dhe të mbi tunelet e qafë mollës, po vijon puna për shuarin e vatrës në pyllin me pisha. Në operacion janë angazhuar forcat emergjente të mbështetura nga 2 helikopterë të forcës ajrore, ndërsa nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministria e Mbrojtjes ka informuar se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 45 vatra zjarri. Tani flasim për eklipsin diellor.